Propozim ndryshimet për ligjin e arsimit të lartë janë të papranueshme për Senatin e Universitetit të Tetovës, andaj kanë kërkuar që ligji të tërhiqet dhe të rishikohet duke e marrë parasysh gjendjen reale në universitete. Numri më i madh i vërejtjeve ka të bënë me cënimin e autonomisë universitare. Konstatohet se me faktin që parashihet të ekzistojë një këshill universitar, i cili mendohet se në një farë mënyrë i zbe kompetencat e Senatit të Universitetit. Pra kjo është ai fakti i cilën shumica e profesorëve tu kanë vërejtje. Çështje tjetër, vërejtjet janë në numër të madh lidhur me akreditimin e studimeve të doktoraturës, për arsye se Universiteti i Tetovës i plotëson gjitha kushtet, ka staf akademik, punime shkencore, botime, krejt, mirë po kriteret janë, do thotë, nuk janë në harmoni me gjendjen reale dhe për këtë, do thotë, janë një numër i vërejtjeve. Ashtu Senati i Universitetit të Tetovës ka, do thotë, vendim me cilin propozon që ligji më mirë të tërhiqet dhe të rishikohet dhe të tjetë një draft më i arsyeshëm i cili është në harmoni me gjendjen reale. Për të debatuar për propozim ligjin e ri, në Universitetin e Tetovës sot ishte Ministri i Arsimit Vesna Janevska. Ajo është e prerë se ligji nuk tërhiqet, por tha se i dëgjon vërejtjet. Jedan месец на явна расправа и сите имаат право да дадат забелешки. Многу од забелешките се прифатени и досега ова е 6-та јавна расправа. На тие јавни расправи се договоривме што ќе биде прифатено и луѓето се задоволни. Законот нема да биде повлечен и не треба да биде повлечен, затоа што представува иднина на нашите млади луѓе. Edhe pse u pyet nga gazetarët, Janevska nuk i tregoi emrat e hartuesve të propozim ligjit të ri, me arsyetimin se janë emra të njohur dhe u cënohet integriteti akademik. Sipas Blendi Hodajt nga Forumi për Ndryshime në Arsim, mos publikimi i emrave të hartuesve tregon jo transparencë. Vetë faktin që ministra para pak kohësh nuk i përmendi emrat e personave që e kanë hartuar propozim ligjin, në kupton që ligji është jo transparent. Kjo është e rëndësishme për neve për shkak se ligji për arsimin e lartë është interes publik, nuk është një vepër romani që mundeni me shkruajt me një emër anonim dhe ta nxjerrni dhe të thoni ja e kemi publikuar. Ne vërim që me një pjesë cënohet autonomia e universiteteve. Ne vlerësojmë se autonomia e universiteteve është shumë e rëndësishme për komunitetin akademik. Propozim ligji ka hasur në kritikat të një pjese të madhe të universiteteve dhe botës akademike në vend, të cilët kanë shprehur shqetësime të njëjta për cënim të autonomisë universitare.